100 vrapues të distancave të gjata nga Franca kanë marrë pjesë në maratonën Kalorësia e Arnisës në pyllin e Divjakës. Maratona u organizua nga shoqata sportive jo fitimprurse Maraton Albania, ku vrapues të moshave të ndryshme nga Franca, si dhe nxënës të shkollave të Divjakës, kanë vrapuar në shtegun e Vaut 12 kilometra. Itinerari përfshinte kalimin në pyll në shtegun e Vaut deri në lagun. Organizatorët shprehen se të impresionuar nga bukuritë e Divjakës kanë sjellë këtu vrapuesit, dhe kjo do të jetë një kartolinë e bukur për turizmin. Sot e kisha radhën Divjaka për një grup, për një shoqat vrapuesish nga Franca, të cilët sot kanë etapën e dytë që zhvillohet në Parkun Kombëtar të Divjakës si një nga perlat, si një nga kartolinat më të bukura që Shqipëria mund të prezantohet, jo vetëm tonë në Shqipëri, por edhe në mbar botën. Divjaka pikërisht merr pjesë në këtë aktivitet shkollat? Atëre, për hir të vërtetës, ne na vjen mirë sepse kemi bërë një thirrje që edhe shkollat e Divjakës t'i bashkangjiten kësaj nisme për sportin dhe vetëm për sportin, për një shëndet të mirë fizik, po ashtu dhe mendor. Ne kemi prezantuar sot një mini maraton 12 kilometra në për Parkun e Divjakës, duke zbuluar peizazhe shumë të bukura, të cilat besoj dhe mendoj që çdo vrapuesi do t'i mbeteshin në mendje. Ka disa grupe vrapuesish, ka vrapues elitar, ka vrapues të ritmit më mesatar, ka dhe persona të cilët janë një nga ato vrapuesit francez, të do t'i tregoj rrugës. Bravo. Edhe kishin dëshirë që të bëni një ditë në Parkun e Kombëtar të Divjakës, të bëni një stërvitje, një seancë stërvitore. Futën në shkollat e mesme të qytetit të Lushës dhe të Divjakës dhe ekipi dhe shoqata sportive që ka ardhur nga Franca. Atletët francezë që vizitonin për herë të parë Shqipërinë mbetën të mrekulluar nga natyra nëpër të cilën vrapuan, por njëkohësisht edhe të keqardhur pasi nuk patën mundësi të shijonin faunën e pasur të parkut për shkak të angazhimit në garë. Maratonën 12 kilometra me kohën 54 minuta e 19 sekonda e fitoi atleti Adrien Penalba. Aktivitetet të tilla shërbejnë për të nxjerrë në pa vlerat turistike të Parkut Kombëtar Divjak Karavasta.